Në qendrën memoriale nëna shqiptare sot u bën homazhe për nder të ditës së pavarësisë së shtetit shqiptar, ku lideri BDI Sali Ahmeti me bashkëpunëtorët e tij nderuan dëshmorët e atdheut e të gjithë kohrave, duke filluar nga nëna shqiptare. Si sot e 104 vite më parë, delegat nga gjithë Shqipëria mbërritën në Vlorë për të ngritur flamurin, atë që në histori njihet si dita e flamurit. Në atë kohë kryengritje të shumta shpërthyen në të gjithë zonat e Ballkanit. Goditja më e madhe e Shqipërisë ju dha në konferencën e ambasadorëve në Londër, ku Shqipërisë etnike ju coptuan disa pjesë duke lënë jashtë territorit të Shqipërisë shumë zona shqiptare. Në këtë ditë të veçantë, edhe pse shqiptarët e coptuar, ata sërish festojnë e kremtojnë këtë ditë kombëtare. Veprimtari i çështjes kombëtare Ali Ahmeti me bashkëpunëtorët e tij vizituan qendrën përkujtimore Nëna Shqiptare, ku në një prononcim për media të gjithë shqiptarëve uroi ditën e flamurit. Sot është një ditë e shënuar për tërë kombin shqiptar. Ditën e flamurit. Sot ne shqiptarët e Maqedonisë po fillojmë ta kujtojmë që nga monumenti shtatorja e nënës shqiptare këtu në komunën e Kërçovës, me që rast kujtojmë të gjitha ato brezat sakrificave, të gjitha ato përpjekje titanike që ka bërë kombi ynë për të patur lirin kombëtare, për patur shtetin e vet, të gjitha këto përpjekje. Nëse kam patur numër të madh të sakrificave, dhe më në fund të realizohet një pjesë e atyre idealeve ku shpallet edhe pavarësia e Shqipërisë 1912, por përpjekjet vazhduan edhe më tej, sepse fuqitë e mëdha të asaj kohe padrejtësisht cunguan, padrejtësisht aneksuan tokat të tëra të shqiptarëve. Këto përpjekje vazhduan prej brezave, pa kënaqur, po edhe një herët filluan reprezalje të tëra nga vendet fshinje, nga kombet fshinje, që të zhdukin deri edhe në gjenocide të papara, kombin shqiptar. Kombi ynë vazhdoi përpjekjet dhe më në fund shqiptarët si kombë ndërtuan historinë më të re me shtetin e Kosovës, me ndryshimin e statusit politik dhe juridik të shqiptarëve të Maqedonisë, dhe tani më këto përpjekje ne duhet t'i kujtojmë si përpjekje me plot vuajtje e mjerim, duke e paguar me çmim më të lartë, me bijtë dhe bijat më të mirë e më të ri të këtyre viseve, dhe tani kemi për obligim që me nderin më të madh këto njerëz, këto sakrifica dhe t'i kujtojmë që të mos e harrojmë të kaluarën dhe të mendojmë shumë mirë për të ndërtuar të ardhmen. Në qendrën përkujtimore Nëna Shqiptare takuam edhe koordinatorin për ngritjen e këtij memoriali, profesor Muslim Musliu. Për çdo vit në qendrën përkujtimore vijnë njerëz të cilët drejtohen ka shtatorja e Nënës Shqiptare dhe vendosin buqeta lule për ditën e flamurit. Nëna Shqiptare është një simbolik e cila reflekton djemt të cilët i rriti, i lindi, djemt të cilët dhan jetën e tyre për të mbrojtur vatanin. Andaj, ne si qytetar të Kërçovës me rrethim, për çdo vit bëjmë homazhe në qendrën përkujtimore Nëna Shqiptare dhe me nderimin
e kësaj qendre përkujtimore, ne qytetarët e Kërçovës, ne shqiptarët e Kërçovës me rrethin, nderojmë të gjithë njerëzit, herojt dhe dëshmorët e kombit tonë. Urime dita e flamurit, urime dita e pavarësisë së shtetit shqiptar. Në këtë ditë të shënuar, përkullemi për të gjithë ata të cilët luftuan dhe flijuan veten e tyre për lirinë dhe pavarësinë e adheut tonë. Festa e flamurit festohet kudo ku jetojnë dhe punojnë shqiptarët.